këtë edicion do të ndiqni. Fëmia e parë në vitin 2026 i lindur në spitalin Ista Grezda është vajzë. Festimet e vitit të ri kaluan qetë në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Të shumt ishin qytetarët që festuan mbrëm në ambientet familjare, por disa prej tyre zgjodhen që pas orës 24 të festojnë në qytet për të shijuar edhe më mirë festën. Madje kishte edhe disa të tjerë që festuan në restorante apo kafeteri të ndryshme në një atmosferë shumë festive. Ndrimi i motmotëve në Gjakov është të shënuar dhe festuar në mënyra të ndryshme, duke reflektuar atmosferën festive që zakonisht shoqëron natën e fundvitit. Ajo që ra më së shumti në sy gjatë minutave të para të vitit të ri ishin fishekzjarret dhe mjetet të tjera piroteknike, të cilat ndriçuan qiellin mbi qytet dhe krijuan pamje mbreslëndse në disa zona të Gjakovës. Megjithatë, krahas atmosferës festive, u vrejt edhe një prani më e vogël e qytetarëve në hapësirat publike ku tradicionalisht mblidhen për të pritur ndrimin e motmotëve. Sheshet dhe zonat qendrore të qytetit nuk patën fluks të madh njerëzish, duke treguar se një pjesë e qytetarëve kishin zgjedhur ta festonin ardhjen e vitit të ri në ambientet private, kryesisht në familje ose me rreth të ngushtë shoqëror. Në parkun e qytetit u pan grupe të vogla qytetarësh të cilët pikërisht në orën 24 lëshuan fishekzjarre dhe përdorën mjete të ndryshme piroteknike për të shënuar ardhjen e vitit 2026. Tingujt e shpërthimeve dhe dritat shumëgjyshe krijuan një atmosferë festive duke u bërë simbol i ndrimit të viteve edhe këtë herë. Ndërkohë në video të ndryshme shihen fishekzjarre të lëshuara në lagje të ndryshme të qytetit, çka dëshmon se festimet janë zhvilluar në mënyrë të shpërndarë në disa pjesë të Gjakovës. Disa grashta zëna të hospitalizuara në repartin e ginekologjisë në spitalin Ista Grezda po pristin mbrëm të merrnin epitetin e nënës, që lind fëmijën e parë në vitin 2026, por këtë gëzim e pati vetëm njëra prej tyre, e cila solli në jetë një vajzë. 5 minuta pas hyrjes së vitit 2026 ka lindur fëmia i parë në komunën e Gjakovës në repartin e ginekologjisë në spitalin e përgjithshëm Ista Grezda në Gjakov. Fëmia është vajzë dhe është pagzuar me emrin Hana. Nëna e saj, Ariola Demushi nga Bajramcuri, ka shprehur lumturinë që vajza e saj është fëmia i parë i lindur në Gjakov për vitin 2026. Çdo gjë ka shkuar mrekullisht, fal doktorit, shumë të mirë. Më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, infermierët, gjithë stafi ka qenë i mrekullueshëm kundrejt meje. Jam shumë e lumtur se ishte fëmia i parë i 2026-s. Jam jashtëzakonisht shumë mirënjohëse ndaj stafit, se kanë qenë shumë të përkushtuar ndaj meje. Specialisti i ginekologjisë Dr. Ahmet Aslani bëri të ditur se si nëna ashtu edhe foshnja gëzojnë shëndet të mirë. Gjithçka ka shkuar në rregull, ishte lindja e parë kjo një nonë nga Bajramcuri, lindja e dytë ka lind një vajzë në mënyrë spontane, lindja ka shkuar mirë, beba është mirë dhe nona mirë. Ka lind dikun rreth orës 5 minuta mas ndrimit motëve, edhe kjo është lindja e parë për momentin dhe gjithçka ka shkuar në rregull. Në fund, Dr. Aslani theksoi se gjatë lindjes nuk ka pasur asnjë komplikim. Edhe këtë vit zyrtarët policor u gjendën në krye të detyrës gjatë natës së ndrimit të motmotëve. Materiali në vazhdim na njeh informacione se si shkuan festimet në Gjakov, se i përket rendit dhe qetësisë. Policia në stacionin policor ishte në krye të detyrës gjatë festës së vitit të ri. David Pietra, mbikëqyrësi i ekipes reaguese, tha se policia gjatë kësaj nate festive ka qenë në dispozicion të qytetarëve, ndërsa stafi policor ka qenë i mjaftueshëm dhe në gatishmëri të plotë. Na si policia e Kosovës kena staf mjaftueshëm edhe natën e festës,
Do kena staf mjaftueshëm policor për me presu çdo nevojë dhe çdo kërkesë edhe me ofru ndihmë qytetare për tërë komunën e Gjakovës. Pjetra i bëri të ditur se deri në orët e vona policia nuk ka pasur nevojë për ndërhyrje, pasi në qytetin e Gjakovës gjithçka ka shkuar në rregull. Deri me ta nuk është raportuar ndonjë incident, gjithçka ka shkuar qetë, ka shkuar në mënyrë të rregullt, shpresojmë që me vazhdu kështu deri në mëngjes, edhe në jetën kohë edhe na urojmë juve festën e vitit të ri dhe gjithë shqiptarët ku do të qenë. Megjithatë, disa fëmijë kanë pësuar lëndime trupore nga mjete piroteknike dhe janë dërguar për trajtim në emergjencë. Dy persona janë goditur nga një vetur në qendër të qytetit të Gjakovës në rrugën Nën Tereza. Lajmin e kanë konfirmuar zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë në Gjakovë, Sheremet Elezaj, i cili në një përgjigje me shkrim ka bërë të ditur se rreth orës 10:30 në rrugën Nën Tereza në Gjakovë ka ndodhur një aksident trafiku në të cilin janë përfshirë një vetur dhe 2 këmbësorë. Si pasojë e aksidentit, 2 këmbësorët kanë pësuar lëndime trupore dhe janë dërguar për trajtim mjekësor. Me vendim të prokurorit të shtetit, ngasësi i veturës është dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërsa rasti po hetohet nga njësitë kompetente policore, ndërkohë të lënduarit janë duke u trajtuar në spitalin e Gjakovës. Ushqime të tepërta, alkooli dhe përdorimi i mjeteve piroteknike pa ndonjë rregull të caktuar janë faktorët më të shpesh që qytetarët detyrohen të kërkojnë ndihmë në emergjencën e spitalit të Gjakovës. Ndërkohë ekipet kujdestare gjatë gjithë kohës ishin në dispozicionin për të trajtuar me përkushtim secilin pacient. Në emergjencën e spitalit të përgjithshëm i Sagreza në Gjakovë gjatë ndrimit të motmotëve janë trajtuar raste të ndryshme. Sipas stafit mjekësor, rastet më të shpeshta kanë qenë lëndimet e shkaktuara nga mjetet piroteknike, si dhe një rast lëndimi nga plumbit që ka ndodhur në komunën e Rahovecit. Specialisti i emergjencës, Dr. Afrim Dervishi, tha se shumica e lëndimeve ka ndodhur si pasojë e pakujdesisë. Ai bëri të ditur se në një nga rastet më të rënda, një fëmijë ka pësuar amputim të gishtit të dorës. Përgjithësi ka pasur mjaft raste, po lëndime nga mjetet piroteknike dhe armë të zjarrit i kemi pas gjithsej 15. Prej tyre kanë qenë të leta, të gjitha me përjashtim të një lëndimi pak më të rëndë të një amputimi të gishtit tregues të një të mitëri. Po ashtu ka qenë edhe një plagosje me armë zjarri nga gjytjet e pakontrolluara. Dr. Afrim Dervishi sqaroi se lëndimi dhe amputimi ka ndodhur pasi një mjet piroteknik i ka shpërthyer fëmijës në dorë. Me mjete piroteknike, fëmijë duke lozur ka shpërthyer si duket edhe një pjesë të gishtit tregues e ka humbur. Doktori tha se edhe para vitit të ri në emergjencë ka pasur fluks të lëndimeve nga mjetet piroteknike. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Fëmia e parë në vitin 2026 i lindur në spitalin i Sagreza është vajzë. Festimet e vitit të ri kaluan qetë në Gjakovë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.